mendoj që kishte ardhur koha që kjo praktik të rregullohet. Ka pasur një vendim unifikues më parë në vitin 2011, por gjatë kësaj periudhe verifikohet që gjykata e Strasburgut në lidhje me paraburgimin ka dënuar Shqipërinë. Janë 3-4 dënime. Është rasti Hysa kundër Shqipërisë, është rasti Gëçi kundër Shqipërisë, pra qoftë me masat me zbatimin e arrestit në burg, qoftë me zgjatjen e paraburgimit, keni bërë shkelje të nenit 5 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Pra, burgimi është i panevojshëm. Këta, domethënë, janë vendimet e gjykatës së Strasburgut, janë gjyqtarë thuaj, të cilët e shohin çështjen ftohtë. Neve mund të na duket një çështje politike, jo duhet të jetë në burg këtu, jo, sepse e shohim që shiko ka fjalë ose është gjë e rëndë. Kurse ata shohin ftohtë, ora si e ke fut në burg këtë? Je gabim. Dhe janë bërë disa shkas, duke nisë nga vendimet e Strasburgut, si dhe disa rekomandime të Këshillit të Evropës, që të ndërhyet. Tani ta bëj një pyetje unë Karandxha këtu. Deri në këto momente, deri përpara këtij vendimi, gjyqtari, pavarësisht kërkesës që mund të bëjë prokurori i cili mbron interesat e shtetit dhe kërkon, le të themi, ashpërsinë më të madhe të masës dhe thotë unë dua kërkoj masë në arrestin e burg. Gjyqtari nuk ka analizuar hiç dhe ka pranuar direkt kërkesën e prokurorit, është kthyer në zyrë noteri. Tani fakti që Strasburgu ka thënë për shembull për vendime se janë shumë, janë 3-4 vendime se dhe Strasburgu do merret me se shkojnë nga gjithë Evropa. Pjesë e Strasburgut është edhe Rusia që ka gjyqtar, pra është gjë Strasburgu është gjykat më e gjerë se sa Bashkimi Evropian. Pra është Evropa lindore, pra kush është pjesë e Evropës. Prandaj këtu është parë zbatimi i gabuar i ligjit penal dhe procedurial nga ana e gjykatave shqiptare. Dhe ka pasur vend të ndërhyet. Tani, pse është ndërhyer tashi? Duhet ndërhyer më para, kjo për mua nuk ka rëndësi. Kryesorja ka që u ndërhy, që është një zile për gjyqtarët shqiptar. Kujdes kur vendosni masa sigurimit. Shikoni herë masat e tjera, shikoni personalitetin. Pse s'e kam pasur parasysh, pra mua kjo më shqetëson. Përse nuk e kam parasysh, ta kem pas parasysh më përpara? Se burg. Tani kjo vjen tash ndryshon praktika. Praktika po ndryshon, ne po shkojmë në Evropë, për shembull dhe me rastet me Italinë. Kemi pasur shumë njerëz, shumë persona në Itali, shumë emër, për shembull baroni drogës, filani, baroni arrestohet që për shkon në Itali, arrest shtëpi. Pra gjithë kjo zhurmë e madhe këtu, aty janë shtëpi. Aty janë shtëpi, kurse këtu ne njerëzit në burg, pse? Ata ndryshe ata ndani. Kurse neve t'jemi në rregull. Pra këtu, domethënë, përjashtimi është bërë rregull. Pra kur bëhet përjashtimi i rregull, ky është problem. Dhe këtu diçka e bukur që gjykata kishte ndarë, mos u merr sepse një prokuror mund të abuzojë. Ngre 20 vepra penale. Po, mbron interesin e shtetit, po themi dhe kërkon ai, ëh. Interesi i shtetit, një prokuror zbaton kushtetutat dhe ligjet, nëse ai ka gabuar. Pse ka dhe abuzime, pafund kur ngrin akuzat, ëh. Një akuzë e paqartë dhe e pabazuar në ligj përbën shkak për korrupsion. Sepse pse përbën shkak për korrupsion? Pra ti i ngre një person një akuzë që s'e ka. Po. Se ti kur je satur kjo akuzë, s'ke pse më ngritë një akuzë që s'është. Pra ngritja e akuzave të padrejta përbën shkak për korrupsion. Dhe një prokuror e ka me nenin 149 kushtetutës të zbatoj kushtetutën dhe ligjet, pra është i detyruar të zbatoj ligjin, jo të ngrej akuzë kot. Por vendimi unifikues sot, shiko dhe personalitetin e personit, shiko fanën familjare, shiko me ku jeton, ku banon, verifikoje masat e tjera, janë të përshtatshme apo jo, se mund ndodh që një garanci pasurore ky është në rregull. Masani kalot e arrestin burg. Shiko kriteret e përgjithshme dhe të veçanta. Në ligj, për hir të vërtetës këto dispozita kanë qenë dhe është bërë një interpretim, por fakti që po interpretohet nga gjykata e lartë e forcon më shumë që kjo praktikë është praktikë që pra po themi që ligji ka qenë aty, që gjyqtari duhet të arsyetojë fort. Ligji ka qenë dhe burgosja e shqiptarëve, këto 10 vjeçarën e fundit, tregon për një dështim të reformës në drejtësi. Se qëllimi i reformës në drejtësi, një nga qëllimet, se tash qëllimi ishte mirë, propaganda ishte e mirë, por realiteti ishte ndryshe. Siç e tha dhe zoti Ollangozi, ishte që të njohim vendimet e Strasburgut, të njohim standardet ndërkombëtare. Atëherë pse po dënohet Shqipëria për shkelje të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit? Tregon për një dështim të reformës drejtësie edhe këtë pikë. Pra, një propagandë që ne do kemi Strasburgun, do marrojnë gjyqjet shpejt, gjyqjet që po marrojnë as se bëhet fjalë mo.
Por këtu po diskutohet që numri i paraburgosurve është më i lartë se numri të burgosurve. Dhe të burgosur s'ka mos e kur të nohen me kohën e paraburgimit, shohet masa dhe i bit mos kesh më të burgosur. Pra, në vetvete në mënyrë indirekte shkelet dhe parimi i prezumimit pafajësisë. Se kur është personi në burg që është shef aty në burg, ky është në burg. Ti fuzimi dënim, ti gjemi veprat, ta justifikojmë edhe mirupafshim. Kurse kur përjashtohen masat e tjera, pra i shef që kjo mas nuk shkon, kjo mas shkon, kjo mas shkon, arresti në burg tjetë i fundit. Dhe kjo është diçka pozitive. Tani, gjithë diskutimi është që e ngrej për diskutim edhe për diskutimin. Ore, po sigur të mos ta zbatojnë të këtë vendim gjykatës kushtetuese. Gjykatës lartë, po si. Gjykatës lartë, po. Ndjes. Të gjykatës lartë, po sigur të mos ta zbatojmë, se në Shqipëri është bërë praktik mos zbatimi i kush do kërkoj respektimin e kësaj faktikisht? Do e kërkoj gjykatë lartë respektimin e kësaj? Po pra e shkel për shkak, shkon e ngren avokati dhe këto nuk e respektojnë, më mirë trim burg prapë tash. Ky është problem që duhet pra kërkohet një ndërgjegjësim më i madh, po themi në tërësinë e sistemit gjyqësor. Ndërgjegjësim sepse është pra nuk është vetëm një vendim unifikues si neve ne e vëzim. Po, ne, kjo duhet parë gjërë, pra s'duhet parë sepse pati debate që doli për një person, doli për tjetër. Ky vendim unifikues për mua është për të mirën e gjithë popullit shqiptar, edhe për një qytetar thjesht që e fut në burg për lidhje energjie elektrike, ose ka vjedhi pul për shkak, ose ka vjedhi biçikletë, pra mund të shikohet edhe me mas tjetër. Pra jo, ndryshon puna kur kemi të bëjmë me një recidiv, ose me një person që është përsëritur, që nuk ka i dorë dhe masa burgu izolimi nga shoqëria është masa e fundit. Por ne, duke izoluar njerëzit, krijojmë probleme familjare familjes tij, sepse është ka punë që punon në shtëpi. I krijojmë probleme fëmijëve, gruas, rrethitarëve, se ne shqiptarët bëjmë për njëri tjetrin, burgu ka kosto, mënyra i krijon dhe vujtje tjetër. Pra ne kemi mundësi që ta zgjidhim me mjete tjera këtë shkelje të ligjit, është mirë. Le ta zgjidhim. Pra të mos bëhemi ekstremist. Okej, Karanja, faleminderit dhe kthehem sërish. Langozi, tani përveç shqiptarëve në këtë histori, se ky vendim unifikues i gjykatës lartë vjen sigurisht në disa kushte ku politikës i luhaten ato kolonat që e mbajnë disa figurave. Unë jam që kemi mendimin se jap dhe unë mendimin personale këtu se me qenë se emisionin tim e kam tani, do ta them dhe unë ndonjë gjë. Sigurisht unë them që i vjen në ndihmë shqiptarëve, siç e tha edhe Karanja me shumë të drejtë, paktën mos i plasin të gjithë në përburgje. Po tani kush përfiton tjetër përveç shqiptarëve? Tani, unë shqiptarëve bëj me dije se në margin e dënimit përfundimtar, Erion Veliaj, për shembull, po marrim Erion Veliajin apo Ilir Beqajin. Do gjithë ato ditë që janë në kushte paraburgimit do t'i njihet me 1.5 apo jo? Po, kështu thot dhe kodi penal. Po, kodi procedurës penale. Nëse ai do ishte në masa të tjera, për shembull, detyrim paraqitje apo pezullim nga detyra apo edhe masa të tjera, a mundet që ky dënim do ishte 1-1 në përfundim? Po, patjetër. Sepse nëse ne do kishim një masë e cila do ishte masë jo arrest në burg, ndërshkimi i tij do ishte më i madh në fund. Tani Veliaj me këtë 1.5 po favorizohet. Po përfiton nga ligji që ti përllogaritet 1.5 në fund të dënimit. Avokat një pyetje sqaruese. Dhe kur je me detyrim paraqitje, për shembull, po themi për një vit rresht, dhe mbas një viti merr dënimin. Njihet sikur ke qenë në burg? Jo, nuk të njihet. Vetëm masa arresti shtëpi, për shembull, njihet 1-1. Masa arresti shtëpi njihet 1-1. Perfekt. Por qëndrimi i masës në kushte burgu me 1.5 për mendimin tim është favorizim, sepse në përfundim të dënimit ata do dalin nga burgu dëgjënë të lirë. Por nëse ata do kishin vazhduar me masa të tjera, atëherë do ishin në burg. Pra po e marrim nga ana e favorit që bëhet aktualisht. Tani me vendimin unë prap jam shumë skeptik. Por unë është era parë që unë shprehem për këtë vendim gjykatës, sepse nuk kam dash të komentoj më parë. E kam kërkuar dhe e mbështes dhe jam një ndër personat më agresiv të masat e sigurimit, sepse masat e sigurimit caktohen pa prova. Thjesht do një punonjës policie dhe ti e shikon vetëm në burg, pa asnjë lloj dyshimi. Dhe ajo që unë shoh nuk është problem më që ne do rregullohet sepse u vendos një vendim i gjykatës së lartë apo një unifikues praktik.
Sepse ashtu si shta dhe Karanja, ligji ka qenë që në vitin 1994 dhe nuk ka ndryshuar, është njëjti ligj dhe është shkruar qartë. Por ajo që është më shqetësuese është prokuror dhe gjyqtar janë një. Pra nëse prokurori kërkon arrest në burg, gjyqtari do vendosin arrest në burg. Pse? Sepse ti nuk intereson jeta e qytetarit. Një gjyqtar nuk është human. Një gjyqtar bëhet palë me prokurorin pa gjykuar pa si provë. Nuk diskutohet që nuk janë të gjithë gjyqtarët një lloj. Po flasim për masën. Masa është e tillë. Dhe pse unë shikoj problem që nga shkolla e magjistraturës. Sepse prokurorët gjyqtarë vazhdojnë bashkë shkollën. Rrin 3 vjet aty. Krijojnë njohje me njëri tjetrin. Krijojnë lidhje me njëri tjetrin. Futen bashkë në klasë. Si një brez në prokuroritë dhe gjykatat respektive dhe ata mbështesin njëri tjetrin. Ata duhet të garantojnë të paktën një drejtësi në dukje që duhet të jetë e paanshme. U bllokua dera e gjykatës së Elbasanit sepse e kam ngritur unë problem shumë të madh dhe u mbyll dera e prokurorisë me gjykatën. A e di se çfarë bën prokuror? Bojkotuan 2 ditë, nuk shkuan në për procese, madje kërcënuan dhe gjyqtarët, ata do ta shikonin vetëm me pranga. Prokurorë kërcënuan gjyqtarët? Po. Këtu ka arritur rezultati i sistemit në të drejtësisë. Pra, tu nuk kemi drejtësi të garantuar në dukje, e të kemi drejtësinë në thelbi. Nuk ekziston. Përderisa ne kemi marrëveshje, përderisa ne kemi shantazhe, marrëveshja është më e keqja nga të gjitha. Thot prokurorja mua, unë do vi nga aktesës, do viu me Pandeurin, për Pandeuri prezumohet i pafajshëm, pra, çfarë ka i Pandeuri? Se mos vish ti nga i Pandeuri, çfarë ndryshon ti nga i Pandeuri? Ti e dyshon atë, nuk është se ai është kriminal. Edhe prezumimi i pafajësisë është 0, pra nuk prezumohet një person i pafajshëm. Në moment që futesh në regjistrat e prokurorisë, mbaroj ose në regjistrat e policisë madje. Sepse do bëhet çado një punonjës policia. Disa raste kemi ne që dënohen vetëm me bindje, ka bindje prokurori sepse i ka thënë një punonjës policie që ka dëgjuar te lagja e punonjës policisë duke pirë raki, pasi provë. Dhe ja, pra, kjo është drejtësia shqiptare. Unë e shikoj marrëveshjet midis prokurorëve dhe gjyqtarëve problem. Nuk shikoj drejtësinë. Ajo që është për të vlerësuar deri tani, që meriton për mendimin tim notën 10 dhe që janë gjyqtarë me standard, është gjykata e apelit deri në këto momente. Sepse gjykata e apelit janë human, po thuaj se 80-90% të vendimeve të gjykatave të rreteve për saktimin e masave të sigurisë ketë ndryshuara. Dhe çan ndodh? Ka arritur një prokuror erdhi në sallë gjyqi dhe tha: duhet ndryshohet vendimi ta. Se na ngelen dhe duke ndikuar prokurorët e shkallave të para dhe mbaj këtë qëndrim. Edhe unë nuk mbaj qëndrimin që do prokurori i shkallës parë. Po mirë avokat, një pyetje kam, kur gjykata e apelit pothuajse 78%, po themi 80% të vendimeve të cilat merren për masat e sigurisë në për gjykatat e rretheve, po nuk mbajnë përgjegjësi pra këta? Nuk e di shkelje disiplinore tjera me radhë? E kam ngritur, e kam thënë, kush do japin përgjegjësinë? Artur Metani, është në gjumej. Që dalë konferencë, kështë vajtur në Fierë, e pasha ty me vend, që dalë Arturi te hotel Fieri, duke bërë konferencë me gjyqtarët e prokurorët. Po që kërkon ti, mo ti e për tjetuar ata, të shnetit del me tavolin me ata. A i ka humbur sensin e pozicionit vetë që ka. Marin fonde dhe shkojnë aty të seminar. Kështë dalë Artur Metani me tik mëndja, kështë marrë flamurin në Alaska, Nevada, në kështë qanë. Në Amerikë, edhe pa pikturpi, zyra e propagandës së Artur Metanit, i qonë të gazetarve, ju lutem bëni lajm të bukur, sepse Artur Metani mori flamurin në Texas kështë qanë, se tani kujtova. Imagjinohet ku jemi ne, pse kështu funksionon sistemi drejtësisë. Ne s'kemi llogaridhënie më. Mua pëlqeu ai Lamallari, është i vetmi ministri i drejtësisë që foli. Tha 2% të ankesave ke shqyrtuar. Dhe me 2% të ankesave ai duhet ishte burg. Edhe jo me tjetë inspektori lartë drejtësisë. A dini ju sa ankesa kanë qytetarët që kanë bërë pranë një institucioni që nuk funksionon? Edhe për mendimin tim, ky është kyçi i gjithë problemeve të drejtësisë shqiptare, sepse llogaridhënia është 0. Është e drejta ajo që ngritet, sepse krijohet një praktik që ose gjykata e apelit dhe gjykata e lartë ka vendosur një standard, atëherë hajde zbatohet.
Po dhe ata gjyqtarët e apelit nga 87 gjyqtarë janë vetëm 35. Sepse s'ka. Edhe ngelen presësh radhën për gjykojnë mas sigurimi që do të mbaroj në kohë rekord. Ndërkohë që e ka kryer dhe masën e sigurimit edhe Këto vende janë mbajtur për t'i bërë nder disa persona në KPA dhe kjo është ajo që është më rënd. Dhe si mundet ne të pretendojmë, sepse nuk është faji i gjyqtarëve të apelit, po është faji institucioneve që drejtojnë këtë institucion. Se do bëjnë qoka. Dhe si është e mundur kjo gjë në Shqipëri. Në çdo vend ne shikojmë skandale, e keni parë, pra nuk po bëjnë më përshtypje skandalet. Doli Olgere Minaj, ai që kërkonte lodra seksi në shtetin italian, edhe kishte thënë do ta ha turbi me bukë se skandali 3 ditë do zgjas. Imagjinoa drejtuesi KLP-s, ku jetojmë, çfarë vendi jetojmë. Po mirë avokat tu 3 ditë zgjat çudia tash mos na bëre dhe ne shumë. Po njeriu ka dhe një setet. Njeriu ka dhe një dinjitet. Jam shumë dakord me ju avokat. Je funksionar drejtësie, më je prokuror, si do të dalësh ti para një pandehur me të njëjta standarde. Jam shumë dakord. Ti jam keq se ky thot. Jam shumë dakord që të mos normalizojmë situata të cilat nuk duhen normalizuar. Kjo që tha avokati që 80% e masave të sigurisë që vendosen nga gjykata e shkallës parë, sa ashtu do prokurori dhe gjyqtari shkallës parë, gjykata apelit shkon dhe ndryshon. Pra, kjo është e llatarshme. Dhe ta mendosh që ti mund të kesh marrë një masë të sa shkoj të trajtohet çështja aty te gjykata apelit, se ata nga 85 janë 35 janë, më thënë gati 1/3 që mungon, 2/3 që mungojnë në këtë gjykatë. Kjo është një çmenduri që ndodh në sistemin e drejtësisë dhe kërkon reflektim urgjent. Dhe të mos marrin ata janë gjyqtarët e vjetër, sepse kanë praktik, kanë përvojë që kanë vajt aty. Edhe po të shkosh në gjykata, kushdo të vej, që kur futet në derë, unë kam bindje që do marr drejtësitë nga gjykata. Tek ata gjyqtarë, të cilët punojnë kushtet njerëzore, të cilët punojnë jashtë orarit zyrtar, të cilët punojnë pa infrastrukturë, nuk kanë salla, nuk kanë ambiente ku shërbejnë. E morën dhe atë medalje që e vranë gjyqtarin aty, mbajtën pasojat e gjithë drejtësisë. Pra, çdo avokat, nëse do t'i pyesësh, çdo qytetar që ka gjykuar në gjykatën e apelit, për mendimin tim ka marrë drejtësi. Edhe kjo është drejtësi e vjetër. Janë ata që janë shkolluar në atë kohë. Nuk janë këta që kanë dalë tani. Deli prokurori patronazhist apo një gjyqtar patronazhist edhe vlerëson jetën e një qytetari me notën 0. E qartë. Me qënse jemi të kjo... Problemi vendimi unifikus, se vendimi unifikus ka qënë, ligji ka qënë. Dhe në qoftë se nuk do kishim një vendim unifikus, kemi vendimet gjykatave Strasburgut, kush i ndalon gjyqtarët i lexojnë? Askush. Po ne si njohim ato. Te duhet kemi ne një vendim unifikus. Pse? Kur kemi një vendim gjykatë Strasburgut, pra, e kemi atje. Tani, pra, me qënse jemi tek çështja e drejtësisë, çështja e fundit ku unë dua të trajtoj me ju Langozën dhe me Karanxhën sonte, do jetë pikërisht për vrasjen që ndodhi në Lezhë. Pra, një përplasje mes mujecëve dhe mhillajve. U vra Kreshnik Mujeci bashkë me bashkëshorten e tij, nga djali i Gens Mhillajt, i cili u vra në 2016 ku i dyshuar ishte viktima e atentatit fundit. Më kalon me signë regjia dhe rikthehem për diskutim. Mirë, të diskutojmë se çfarë ndodhi pikërisht me vrasjen e vitit 2016 të Gens Mhillajt, ku dyshua si një nga autorët, po themi që mori pjesë në vrasje Kreshnik Mujeci bashkë me një të afërm e tij Jozef Mujeci, dyshuar si vrasës i Gens Mhillajt, por që në vitin 2018 gjykata e shkallës parë Shkodër i shpalli të pafajshëm. Edhe apeli i Shkodrës në vitin 2019, një vit më vonë, i shpalli po të pafajshëm. Mirë po, 5 vite më vonë, në tetor të vitit 2024, gjykata e lartë vrasjen e Gens Mhillajt e rikthen për rigjykim sërish në Shkodër me një tjetër trup gjykuese. Tani, Karanxha, çfarë ndodh? Këtë vrasje që ndodhi, duke qenë se Ngeli sot është pa autor, kështu i bie apo jo? Përdoj një tjetër vrasje. Ne i bëri drejtësia këtë apo jo? Këtu, andi do të jemi korrekt, neve do shohim afatin. Një nga qëllimet e reformës drejtësi ka qenë që çështjet mbaronin në afat. Pra, të mbaronin me një afat shumë shpejt. Çështjet më përpara ishin mbaronin për 1 vit e gjysmë 2 vjet.
reforma drejtësi dhe ata që u morën me reformë thanë çështja do vinë për i vit do malosh deri në gjykatë kushtetuese.